çfarë përfaqëson ura me ndërtimin e saj në forcimin e qytetërimit shqiptar në përgjithësi, ose të marrëdhëniet të Ulqinit me qytetërimin shqiptar? Atëherë mentor si çdo urë tjetër lidh dy vende, por kjo ajo veçantë, por lidh dy qytete, dy shtete dhe dy kombësi ose më tepër. Urën e kemi pasur si një mision të kahershëm, është folur, është përfolur, por ja që erdhi mundësia dhe deri diku ta realizojmë si projekt dhe ta nisim këtë pjesë e buxhetit dhe shpresojmë që do përfundojmë shumë shpejt. Me lidhjen e urës, do thotë të shkurtohet një rrugë, cilën qytetarët e Ulqinit, por edhe shtetasit malazez dhe shtetasit shqiptar e bëjnë për të ardhur deri në Ulqin. Pse shqiptarët deri diku e anashkalojnë Ulqinin, shqiptarët e Shqipërisë, sepse me hyrjen në kufi kalojnë direkt nga kufiri, kalojnë në komunën e Tivarit, që është një pjesë e rrugës, dhe kjo është njëra ndër arsyet, dhe e anashkalojnë qytetin e Ulqinit.